Personal. Dikën tjetër. Unë po du me thonë, me qenë se tema sonte është për tolerancën, atëhere hajde ta tolerojmë një tjetërin edhe nëse spajtojmë një tjetërin. Vetë fakti që na jem ndryshe, jem rrit ndryshe, jem eduku ndryshe, jem edhe ndryshe për nga fizionomia, pra Zoti na ka kriju që është ndryshe, është normale me pas edhe mendimet ndryshme. Prandaj, edhe nëse spajtojmë me tjetërin, hajde ta tolerojmë tjetërin, po aty ku është problemi? Problemi pse na se tolerojmë tjetërin, shpesh u përmend to hajde e vërteta me mua, ja vërteta me mua. E vërtetën absolute veç Zoti e din, edhe fetarët po thojnë veç Zoti e din më mirë. Na e kemi një vërtet relative. Shpesh ne them, kajherë, okay, na jem njerëz, secili e ka një mendim, secili e ka një shkollim, secili e ka një të vërtetë, secili e ka një rrugë që e ndjek. Ai mendon që është më e mira. Okej, hajde t'ja respektojmë gjyrën edhe drejtimin edhe reflektimin tjetrit. Qoftë edhe ateist, qoftë edhe agnostik, qoftë edhe nihilist, qoftë edhe filozof, qoftë edhe fetar. Përderisa unë nuk e posedoj vërtetën absolute, po posedon veç Zoti, dhe unë jam një krijesë, një dritë e Zotit në tokë, pra një rreze e dillit. Atëherë, okej, hajde të njihem me këto rrezet e tjera, edhe ndoshta po mësoj pyetyn e diçka, hajde të ndajmë idetë tona me të tjerë. Sepse, prapë po them, kur kush prej neve se ka në dorë të vërtetën absolute, a di ku rreziku i kësaj? Rreziku i kësaj është se nëse për shembull unë si Drilan, mendoj që e kam vërtetën absolute, atëherë më lind mu dliri i madhështisë. Edhe unë, kokna i vërteti, ti koke djalli, pra unë jam më i mirë se ti. Momentin që unë e them që të fjalë, mirë indirekte, mirë pavetdijshme jam nëse thotë çështo, atëherë unë kam rënë vetë në grackën e djallit. Sepse djalli, iblisi ose satana, sipas Biblës edhe Kuranit, pse Zoti e largoi prej mëshirës tina, sepse i tha Adamit unë jam më i mirë se ti. Mos bëhem pra, mos bim çet grack. E dyta, sa i përket librave të shenjta, edhe Kurani, edhe Bibla pajtojnë një sen. Sikur të kish dash Zoti, krejt njerëzit kish pas mi bore botat një ngjyre. Me qenë si ka kriju të ndryshëm. Është normale me pas ide të ndryshme. Sokrati atë në Greqinë e lash po thotë, unë e di që s'di kur gjo. Ai ka ditë realisht, se e ka ditë që nuk ka ditë, sepse sa do të qëtë arrim dije, ka dishem edhe ma dishem edhe ka dije për mi dije. Pra, u përmen atje të fetë ndryshme maltretuajnë, kesh për dorë, për sundimeve, është e vërtet, po qoftë edhe Faraoni para teje. Hajde bënë sikur Mojsiu që Zoti pe ordonën, po thotë kur të shkojsh te Faraoni thuj fjalë buta. Ti edhe nëse spajton me muti e vllau jam për nga gjaku. Edhe hajde ti ndajmë idetë, pra të bëhem tolerant për njëri tjetrin. Sa i përket Kurani po thotë s'ka dhunë fe. Unë tash s'po flas si po du me kallëzua edhe Bibla dhe Kurani çka thojnë. Kurani po thotë, për ju e keni fen tuaj, unë kam drejtimin tem. Bibla po thotë, mos gjykoni, sepse keni më gjyku. Duroni njëri tjetrin, sepse Zoti pyet durën tokën e tina. Tani, një dietar atje shumë i madh po thotë, okej, ndiqen janën, ama respektoj tjerat. Ti ki drejt me ndik një fe, një drejtim, një organizat, një parti, po s'pako ki një respekt minimal ndaj tjerëve, sepse edhe ai tjetri është njeri sigur ti, edhe ai tjetri është një shpirt që ka kriju Zotin këtë tokë, edhe ai po mundohet për të mirë. Apo ka respekt? Shifni, nuk po flas tu për relativizëm, s'po du me bo krejt gjithçka adin kështu, po flas për shkak se nderimi i lirisë shpirtërore të tjetrit është diçka e shajtë. Respektin prap po du me dalë të ajo. Na që e orrejmë tjetrin visë pse është ndryshe, realisht, pra po du më këthy të psikoterapia, na orrejmë tjetrin që është ndryshe sepse na kujton pjesën tonë, qenjen tonë që hala se kemi shnosh, hala se kemi shërua. Është frika që ti po ma kërcënën të vërtetën teme, kush je ti që po ma kërcënën, unë jam më i mirë se ti edhe, prandaj lindin krejt që të lashe edhe prandaj ka probleme në botë, ka probleme në familjen, shoshni kudo. Vetëm nuk është këtu urrëtia për shkak se jemi ndryshe, sepse neve na lidh një gjuhë, një komb, një tradit, një zakon, si shqiptar. Do më thënë, na nuk urrehemi si shqiptar, ndihmojmë njëri tjetrit. Pra, diversitetin në këto komponentat e identitetit tonë kombëtare kemi superior. Mirë po, e vërteta absolute është prak e nivelit më të lartë e cila edhe për ato nuk kemi problem. Ti beson
Krishtit, si biri Zotit, unë mundohëm me ta tregu që nuk është biri Zotit edhe dhecit e la. Ama, kur mua, si një person i shekullit 21, jetoj me një shoqëri, ku bashke kemi ndërtu, kemi dhënë gjakun për këtë vend, edhe ti mi cenon të drejtat e mia si një shqiptare që ekzistoj këtu, atër na për këtë çështje kemi janë me fol edhe duhet me fol edhe duhet me bo shumë programe të këtilla, juve ju përuroj, sepse na nuk i kemi problemet e besimit edhe lloj-llojshmërisë, sepse dy gjëra janë të mira të këqija në këtë shoqërinë tonë kosovare, e kam thënë edhe përpara, ne nuk jemi në gjendje, dy vese shumë të këqija janë erza. E para është e paragjykojmë njëri tjetrin. Dhe edhe dyta është, nuk jemi në gjendje diversitetin me marë si begati. O që të lapsat e iPhone-it, me miliona, biliona i bon fabrika. Po drilon zban më zoti, një e ka bo, i këbale, një e ka bo. Prandaj, i thash si Jusufi, a.s. vesh ta pak ti shumë kanë ma i do. I do, kështu i buku, i hishë. Prandaj po thëmë, na shqiptartë s'duhet bre me pas këtë problemin pëse kemi ma shumë xhamia, pëse kemi ma pak kisha. Në besoni bre, na jemi në gjendje, mund vjen i nati, pse Erdogani e ka politizu, pse Erdogani e ka politizu fen, e ka bo Aja Sofin, që ka qenë kish, është bo xhami, e ka met si një monument, edhe shkon zotënia për me bo një nive për të islamit politik, e i shtrin të pijat për me falë namaz. Ku po falë një namaz, ku aty është derë dhe gjaku i të krishterve? Ku po ma bon ti mu në qendër të Prishtinës, po ma jep një donacion, edhe po më kushtëzon, po ma bon në qendër të Prishtinës një xhami me stilit otoman. A nuk pedin që na shqiptarët kronikisht nuk i duam Osmanlinjet, ama jo turqit e sotshëm. Une, Gjermanët, une atëheri kom njohë si fashist, ashtu nga kanë cu shkollë fillore, por s'do me thonë që sot, Gjermanët e sotshëm janë fashist. Prandaj dalloni Osmanlinjet me turqit e sotshëm, të cilët na kanë furnizu ushtrin, me armatime, kanë bo shumë të mira, po e kanë përdore dhe vetë NATO ja ka dhonë si mision për me i renovu monumentet historike. Qka ka të keqe? Një popull pa civilizim, pa histori, nuk ka civilizim. Arabët erdhen Gjakov, edhe i thonë të ajo xhamia veç një copë e murit kishmet. Arabët i thonë, hiq në tha krejt këtë copën e murit, se i pengojnë Osmanlinjet, se i kanë qitë në vitin 1825 prej Arabis Osmanlinjet si pushtetar. Thot, hiq në këtë murin e xhamis, na ju ndreqim krejt mirat. Hiq një këto varrezat se nuk bon me falë. Gjakovart i thanë, nuk na duhet ndihma jote. Duhet që to me ditë edhe po e mbaroj. Kur të ma jep një ndihmë, kur ta bon një humanizëm, mos ma jep bre ideologjin, ndihmë është, humanizëm është, edhe qenit mjangi barku. Na qent e Ukrajinës bre, i kemi këshur ma shumë se sa fëmijët e Palestinës bre. Turbe është që spaku nuk e justifikojnë krimin. Na jemi një popull buk shkeles. Ta bon dikush të miren, edhe prap, diçka me u boj keqe, prap ato e shkel, hala ma shumë. Nuk vanë. Na jemi të kryrë në kombe, jemi të kryrë në kombe, duhet me pas respekt.